Nevzat Arelli, avokati mbrojtës i tretë akuzuarve për vrasjen e Martin Çeços në vitin 2022, ka sqaruar ditën e sotme vendimin e gjykatës së apelit në Tiranë për çuarjen nga arrest në burg të Bledi Angjos, Valter dhe Edlir Mollaj në arrest shtëpie. Avokati sqaron se gjykata e apelit Tiranë ka qenë e detyruar për këtë vendim pasi janë tejkaluar afatet e paraburgimit. Madje shkon më tej kur thotë se është e paligjshme dhe e pakuptueshme masa e sigurisë arrest në shtëpi, vendim që sipas tij do të ankimohet. Sipas Arellit dhe Martina Pajollari, pasi të plotësoj afatin 3 të paraburgimit, pritet të ketë të njëjtin fat. Avokati shton se 3 personat që ai mbron duhet të merrnin lirinë edhe pse vendimi i gjykatës së apelit bie ndesh me ligjin. Nuk është vendim për ndryshimin e masës së sigurimit, por gjykata e apelit ka konstatuar humbjen e fuqisë paraburgimit, që janë koncepte tërësisht të ndryshme, dhe ka korrigjuar pjesërisht, do të them, ka korrigjuar vendimarrjen e gjykatës shkallës parë. Për dijenit publiku dhe për dijenit të gjithë personave të interesuar, ligji procedurial penal parashikon një kohëzgjatje të afateve të paraburgimit, kohëzgjatje tërësore, jo më shumë se 3 vjet, kohë gjatë të cilës presupozohet që sistemi gjyqësor duhet dalë me një vendim të formës prerë. Në rastin konkret, kjo kohëzgjatje ka përfunduar që në datën 16 qershor të vitit 2025 dhe në momentet që unë ju drejtova gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korç, gjykata e shkallës parë me shumicë votash shfrytëzoi kërkesën time me një arsyetim për muaj jo procedurial. Vendimi i cili u bë objekt ankimimi në gjykatën e apelit nga ana ime dhe gjykata e apelit e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dje ka shqyrtuar çështjen, ka konstatuar humbjen e fuqisë së paraburgimit dhe ka urdhëruar lirimin e personave